Nderuar besimtar, një ditë duke u bërë gati për të falur namazin, i dërguari i Zotit lartësuar, nuk diskutohet që ishte imami i besimtarëve, dhe në këtë moment vjen një njeri në xhami, dhe si duket ishte duke nxituar. Dhe si rjedhoi, frymarrja e tij ishte rënduar. Dhe duke u futur në saf, duke u lidhur në namaz, thot një fjalë që i bëri përshtypje pejgamberit alayhis salam edhe pse kishte filluar namazin. Dhe thot elhamdulillahi hamdan kathira tayyiban mubarakan fihi. Thot ky njeri, falënderimi i takon Allahut, me një falënderim të mirë, me një falënderim të madh, të mirë dhe të begat, pa të bekuar, po themi. Edhe një herë profeti Muhamedi alayhis salam filloi namazin, besimtarët ishin rreshtuar në rreshta, filluan namazin. Ky person si duket erdhi me pak vonesë në xhami dhe duke nxituar. Duke nxituar, frymarrja e tij ishte rënduar. Dhe në këtë moment kur futën në namaz tha falënderimi i takon Allahut, falënderim të madh, falënderim të mirë dhe falënderim të bekuar. Pasi përfundoi namazin, Muhamedi alayhis salam thotë, kush ishte ai që i tha ato fjalë? Njerëzit heshtën, askush nuk foli, madje edhe ky person që i tha këto fjalë nuk foli. Përsëri i dërguari i Zotit dhe thotë, kush ishte ai personi i cili i tha këto fjalë dhe nuk bëri diçka të keqe, nuk tha diçka të keqe? Në këtë moment i thotë, o dërguari i Allahut, erdha pak me nxitim, frymarrja më ishte rënduar dhe e ndjeva si nevojë, pra si kënaqësi të shprehja këto fjalë. Ta falenderoja në një moment Allahun lartësuar, por shikoni se çfarë tok fjalëshi përzgjodhi dhe falenderoi Zotin. Elhamdulillahi hamdan kathira tayyiban mubarakan fi. Falënderimi i takon Allahut me falënderim të madh. Pra për sa i përket sasisë, unë falenderoj shumë. Për sa i përket cilësisë, tayyiban. Falënderim të mirë, shumë cilësor. Madje brenda këtij falënderimi dua edhe bereqetet dhe bekimet dhe begatitë e Zotit lartësuar. Mubarakan fi. I thot pejgamberi alayhis salam, un pash, pra Allahu lartësuar më mundsoi të shikoja 12 melek, se si garonin mes veti, se kush prej tyre do t'i shkruante më shpejt këto fjalë në regjistrat e Zotit të lartësuar. Se kush prej tyre melekëve do t'i regjistronte më shpejt këto fjalë tek Zoti i lartësuar. Lind pyetja, cila është e veçantë dhe cila është ajo gjë speciale në këto fjalë që tha ky njeri, që i dërguari i Zotit lartësuar jo vetëm që nuk e qortoi, mirë po e përgëzoi me një përgëzim shumë të madh. Falënderimi i takon Allahut, e falënderim shumë të madh, e falënderim shumë cilësor, tayyiban, shumë të mirë dhe me falënderim të begat, të bekuar. Në ditë të caktuara, në periudha dhe në kohë të veçanta, falënderimi i Allahut lartësuar bëhet akoma më shumë special, akoma më shumë i veçantë, sepse është i rrallë. Çdo gjë që është e rrallë, dhe çdo gjë që është e vështirë për t'u arritur, dhe çdo gjë që është që gjendet tek tuk, tek disa njerëz dhe humbet tek disa të tjerë, merr një çmim dhe merr një vlerë akoma më shumë speciale. Thot Muhamedi alayhis salam në një hadith, thot do të vijë një kohë që njerëzve do t'u jepet një sasi e madhe pasurie dhe përsëri do mbeten të pakënaqur. Dhe përsëri nuk do t'i shohësh të gëzuar, përsëri nuk do t'i shohësh të lumtur, përsëri nuk do t'i shohësh të qeshur. Thë ndryshe, pa edhe një herë, do të vijë një periudhë kohë, thot Muhamedi alayhis salam, para 1450 viteve. U thot asaj gjenerate, asaj bashkësie që kënaqeshin me pak, që nëse dikush prej tyre kishte ushqimin e ditës për veten e tij dhe për familjen e tij, ndihej pasanik, ndihej pasur, ndihej kënaqur. U thot o njerëz, do të vinë kohra, do të vinë breza, gjenerata, do të vinë njerëz të cilët dikujt prej tyre, edhe nëse jepet një sasi e madhe pasurie, të përkthyera me shifrat bashkohore, miliona, ndoshta edhe më shumë, përsëri e gjën atë të pakënaqur. Të pakënaqur nëse shikon nëse hedh një vështrim nga kokat e këmbët që thot populli. Të pakënaqur në mënyrën se si sillet, në mënyrën se si jeton,
në të gjithë veprimtarinë e tij. Prandaj shtojmë këtu dhe një hadith tjetër ku Muhamedi alayhis salam thotë: "Afdalu adh-dhikr la ilaha illallah wa afdalu ad-du'a alhamdulillah." Do të gjesh mënyrën më të mirë se si mund të përkujtohet Zoti i gjithësisë nëpërmjet fjalës la ilaha illallah. Dhe do të gjesh duan më të mirë, lutjen më të mirë, më fisnike, alhamdulillah. Nëse do të përkujtosh Zotin, nuk mund të gjesh formul më të mirë, më madhështore se si ta përkujtosh Allahun lartësuar, se sa të thuash la ilaha illallah. Nuk i meriton adhurimet askush tjetër përveç Allahut të lartësuar. Dhe nëse do të falenderosh Allahun, dhe nëse do t'i lutesh më saktë Allahut të lartësuar, nuk mund të gjesh dua më kuptim plot, më madhështore se sa alhamdulillah. Se sa falënderimi i takon Allahut të lartësuar, që në vetvete alhamdulillah duket sikur nuk është lutje, sikur nuk është dua. Mirë, por alhamdulillah është duaja më fisnike, më e mirë, më kuptim plot dhe më madhështore, thot pejgamberi alsa. Sepse forma më e mirë se si mund t'i qasësh Allahut të lartësuar për t'i kërkuar atij është që fillimisht ta falenderosh për atë gjë që të ka dhënë. Të ndihesh i plotësuar, të ndihesh i pasur, të ndihesh i lumtur, i bekuar, i përzgjedhur nga Allahu i lartësuar, fillimisht për ato gjëra që të ka dhënë Zoti. Nëse e bën diçka të tillë, tani e ke lejen të trokasësh dhe të kërkosh diçka tjetër. Atëherë përmbledhim këto 3 argumente që sodhen. Këtë hadith të mrekullueshëm të këtij personi i cili erdhi me nxitim, me frimarrje të ngarkuar dhe tha: falënderimi i takon Allahut me falënderim të madh, falënderim të mirë dhe të bekuar. Dhe hadithin tjetër që pejgamberi alayhisalam thotë, do të vijë një periudhë që i dikujt prej njerëzve do të jepet shumë dhe përsëri do të mbetet i pakënaqur. Dhe hadithi tjetër ku pejgamberi alayhisalam thotë, përkujtimi më i mirë është la ilaha illallah dhe duaja më madhështore, lutja më madhështore është alhamdulillah, falënderimi i takon Allahut të lartësuar. Dhe me anë të këtyre 3 argumenteve ndërtojmë inshallah Zotit ato 5 fjalë që do t'i ndajmë bashkarisht sot në këtë ditë xumaje. Dhe mesazhi u kuptua. E cili është mesazhi? Mesazhi është ne duhet ta falenderojmë shumë Zotin e gjithësisë dhe ne duhet të ndihemi dhe duhet të jetojmë shumë të bekuar, shumë të lumtur, shumë optimist, shumë entuziast, edhe pse dunjaja e tillë është e trazuar, e turbullt, me plot probleme, dhe me vështirësi, dhe me situata të ndryshme, dhe me befasi të njëpasnjëshme. E tillë mund të jetë. Mirë, po ne përsëri themi alhamdulillah, mëngjes dhe mbrëmje. Në çdo moment besimtari thot alhamdulillah, falënderimi i takon Allahut të lartësuar. Me falënderim të madh, me falënderim cilësor dhe me falënderim që ne kërkojmë nëpërmjet këtij falënderimi begatijet dhe bekimet e Allahut të lartësuar. Dhe këtë, nëse gjen një person i cili e falenderon shumë Zotin e lartësuar me këtë lloj formule, dije se vetë vërtet ka begatuar Allahu i lartësuar. Sepse do t'i gjesh të Allahu i lartësuar në tokën e Zotit njerëzit falënderues të rrallë, të pakët. Wa qalilun min ibadi ash-shakur. Të rrallë janë njerëzit, robët e mi të cilët janë falënderues të Allahu i lartësuar. Të rrallë, shumë të pakët. Pavarësisht se janë të shumtë ata të cilët e pretendojnë diçka të tillë, mirë po, në kuptimin e plotë të fjalës, njeri falënderues, njeri mirënjohës ndaj mirësive të Allahut të lartësuar, që u jep hakun mirësive të Allahut të lartësuar, do t'i gjesh janë me të vërtetë të pakët dhe janë të rrallë. Si duhet të ndihemi? Si duhet ta jetojmë jetën? Si duhet jetë përditshmëria e një besimtari? Si duhet jetë raporti me Zotin? Si duhet jetë raporti me mirësitë? Si duhet jetë raporti me falënderimin, me shukrin, me mirënjohjen? Nëpërmjet kësaj formule që me të vërtetë është hyjnore, e para dhe shumë e rëndësishme. Ne duhet jemi të bindur se të gjitha mirësitë që ne posedojmë janë prej Allahut të lartësuar. Nuk mund të jetë falënderues siç i takon që të jetë dikush prej robëve të Allahut të lartësuar nëse nuk e di, nëse nuk është i bindur se të gjitha mirësitë që posedojmë, të dukshme dhe të padukshme, të vogla apo të mëdha, të tashme apo ato që i kemi shijuar, i kemi përjetuar dhe ndoshta i kemi harruar, i kemi arkivuar ato.
Sa të shumta janë ato prej mirësive. Apo të ardhmet të cilat ne i dëshirojmë fort për të ardhmen dhe lutemi dhe i kërkojmë, të gjitha janë prej Allahut. Të gjitha janë prej Zotit të lartësuar. Dhe dije se në një moment dikush mund të bëhet sebeb dhe të na sjellë një mirësi. Prindi, shoku, punëdhënësi apo dikush tjetër. Mirësitë e Allahut të lartësuar mund na vinë në forma të ndryshme, në rrjete të ndryshme, në mënyra të ndryshme, mirë po burimi është tek Zoti i gjithësisë. Dhe është një shembull shumë i lezetshëm, që më kam qejf që ne ta ndajmë bashkërisht shpesh për ta kuptuar këtë gjë. Nëse sot i thua dikujt për shembull, shko aty te çezma dhe më merr një gotë me ujë. Më ndihmo, më jep një gotë me ujë. Ai shkon tek çezma aty dhe bën vetëm një veprim shumë të thjeshtë, hap rubinetin aty te ujin e hedh tek gota. Dhe ti thua faleminderit këtij personi. Faleminderit këtij personi. Dhe realisht meriton mirënjohjen dhe falënderimin, sepse realisht ka kryer një akt të caktuar. Mirë po, ky ujë për të ardhur deri aty është një proces jashtëzakonisht i gjatë. Uji fillimisht depozitohet ose mblidhet, grumbullohet në depo, pastaj është një rrjet i tërë i cili vjen deri tek vendi, deri tek shtëpia apo deri aty. Dhe personi në fund fare që e finalizon nuk bën gjë tjetër veç se hap atë rubinetin. Dakor? Dhe ne harrojmë të gjithë të procesin i cili fillon që në fillim të herës deri këtu dhe ja dedikojmë falënderimin vetëm atij personi që bën një akt shumë të thjeshtë që përsëri i themi faleminderit. Dakor? Burimi i këtyre mirësive, depot e mirësive, të gjitha depot, magazinat e mirësive, janë tek i madhërishmi, janë tek furnizuesi, janë tek Allahu i lartësuar. Është një rrjet i tërë se si vjen deri tek personi, një rrjet i tërë, pastaj se si shpërndan Allahu i lartësuar këto mirësi, të vinë deri tek personi. Dhe në momentin që themi elhamdulillah, falënderimi takon Allahut të lartësuar, kemi parasysh të gjithë këtë proces kaq delikat, kaq madhështor. Kush nuk e kupton këtë gjë, nuk i ka dhënë hakun Allahut të lartësuar në mirënjohje dhe në falënderim. Kjo është e para dhe shumë e rëndësishme. Gjitha mirësitë janë prej Allahut të lartësuar. E dyta, shumë e rëndësishme, besimtari është shumë vlerësues i mirësive të Allahut të lartësuar. Dhe fillon dhe i vlerëson ato. Nuk është i shkujdesur, nuk i harron, nuk i nënvlerëson, i çmon. Besimtari i mençur është ai i cili u jep një vlerë reale mirësive të Allahut të lartësuar. Jo o të nderuar, nuk u jepet vlerë, nuk ka vetë leku. Ka vetëm leku vlerë. Sot po të vësh re, ka një farë hutimi në mesin e njerëzve, ku vlerë japi vetëm aspektit material. Vlerë ka shëndeti, vlerë ka koha lirë, vlerë ka familja, vlerë ka të qenurit pa probleme, pa siklete, ka shumë, a i vlerësojnë këto. Prandaj, pejgamberi alayhissalam thotë janë disa mirësi në veçanti, dy prej këtyre mirësive, që shumë prej njerëzve janë të shkujdesur. Koha e lirë dhe shëndeti. Nuk paguhen versa kur i humbasin. Duam të dim vlerën e shëndetit, e dim të teorikisht e kemi thënë dhe lexojmë shpesh, duam të dim vlerën e shëndetit, patjetër që duam ta dim. Hajtë marrim njëri tjetrin prej dorë dhe të shkojmë aty në spital. Dhe të konstatojmë sikletet, hallet, problemet, shqetësimet që kanë njerëz të caktuar në forma të ndryshme, pastaj merri këto dhe konvertojnë në dhimbje, në lot, në preokupim, në shqetësim që u sjellin familjarëve, në shpenzim, në dhimbje dhe gjithçka tjetër. Dhe pastaj thuaj, shohësh se si buron ajo elhamdulillah. Falënderimi takon Allahut, falënderimi takon Allahut të lartësuar. Prandaj të çmuarit të mirësive të Zotit të lartësuar, ka për njerëzve të cilët abuzojnë me këtë vlerësim, abuzojnë me vlerësimin ndaj mirësive të Allahut të lartësuar. Nuk i japin hakun dhe nuk i japin çmimin që meritojnë. E dyta shumë e rëndësishme. Pra e para të gjitha mirësitë janë prej Allahut. E dyta është duhet patjetër të jemi vigjilentë dhe të çmuam të japim vlerën reale mirësive të Zotit. E treta, kënaqur me mirësitë e Allahut. Kënaqur brenda kornizës së lejuar. Të gjitha mirësitë që Zoti i gjithësisë ka zbritur dhe i ka bërë të mundshme, të arritshme, të ka begatuar Zoti me këto mirësi, janë për robin.
atëherë i takon që të kënaqet në të gjitha format e lejuara. Ktheje dunjan tënde në një xhenet, në një parajs, për veten, për familjen, more mos lë diçka mangët përderisa e ke mundësinë dhe përderisa të ka begatuar Allahu i lartësuar. Por kujdes me disa kushte. E para, nuk mund të jenë mirësitë e Allahut të lartësuar shkak që ne të na hutojnë nga qëllimi i ekzistencës. Nuk mund të jetë pasuria, nuk mund të jetë puna, nuk mund të jenë angazhime ditore, nuk mund të jetë shtimi i kësaj pasurie, të bëhet shkak që ti të shpërqendroj dhe mua të më shpërqendroj nga qëllimi i ekzistencës. Qëllimi i ekzistencës cili është adhurimi i Zotit të gjithësisë. Qëllimi i ekzistencës cili është përkujtimi i Allahut të lartësuar, të jetuarit me Allahun e madhruar. Nëse shikon pastaj, njerëz që janë dhe musliman hutohen në kërkimin e mirësive dhe në shtimin e këtyre mirësive, duke harruar qëllimin e ekzistencës dhe duke lënë më njanë angazhimet dhe detyrat që u ka caktuar Zoti i gjithësisë, themi këtu pastaj ka një problem në mënyrën se si ti menaxhon mirësitë e Allahut të lartësuar. Është shumë e thjeshtë, formulë shumë e thjeshtë. Pe një musliman që në kërkim të pasurisë, në investim të biznesit, në angazhimet e tij, lë namazin ose lën një obligim tjetër për obligimeve që ka caktuar Zoti i lartësuar, themi ke devijuar nga koncepti i drejtë i mirësive. E shpërqendruar dhe njëkohësisht i hutuar. Prandaj Allahu i lartësuar kur i ka lavdëruar burrat e vërtet, besimtarët dhe besimtarët e vërteta, thotë rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Do të gjesh në shtëpitë e Zotit, në xhami, do të gjesh burra dhe gra, besimtarë dhe besimtare, që tregtia e tyre, bizneset e tyre, punët e tyre, angazhimet ditore nuk i hutojnë, nuk i shpërqendrojnë nga përkujtimi i Allahut, nga falja e namazit, nga dhënia e zakatit. Pra janë njerëz të cilët kanë tregtitë e tyre, kanë biznesin e tyre, kanë angazhimet e tyre, po të pashpërqendruar, të pahutuar. Kanë prioritete dhe kanë përparësi në jetën e tyre. Dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Prandaj dhe Allahu i lartësuar thotë: "O ju të cilët keni besuar, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah." O ju të cilët keni besuar të mos ju hutoj, të mos ju shpërqendroj pasuria juaj dhe fëmijët tuaj nga përkujtimi i Allahut. Pasuria është stoli, fëmia është stoli, merri dhe shfrytëzoj, lulëzoje, zbukuroje jetën tënde, mirë po s'mund të shpërqendroj nga qëllimi i ekzistencës. S'mund të devijoj nga qëllimi i ekzistencës dhe të hutojnë nga misioni për të cilin Allahu të ka krijuar dhe të ka ngarkuar. Tjetër shumë e rëndësishme, shijoj mirësitë e Allahut të lartësuar, po pa u bërë njeri ziliqar. La tamudanna aynaka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahrat al-hayat ad-dunya. Ose hidh vështrimin tënd, vështrimin e lakmisë, vështrimin e babëzisë, vështrimin e liksisë, ose hidh djathtas dhe majtas dhe të shohësh njerëzit dhe të hutohesh dhe të ngushtohesh shpirtërisht dhe të shohësh ata njerëz që ndoshta kanë më shumë se ti. Nëse hedh vështrimin djathtas dhe majtas lart dhe poshtë do shohësh njerëz të cilët kanë më shumë se ti. Pa tjetër do të gjesh, edhe nëse je i pasur do të gjesh që ka më të pasur se ti. Atëherë shikoni porosinë e Allahut të lartësuar për të na rahatuar, për të na qetësuar, për të na bërë që të ndihemi të pasur, për të vlerësuar mirësitë e Allahut, thotë përqendrohu. Mos vështro shumë djathtas majtas. Mos sit vështrimin tek ata që Allahu ka dhënë ndoshta më shumë se ti. Por ama kjo nuk do thotë se janë më të bekuar dhe më të begatuar se ti. Ata kanë më shumë. Nëse e kalojnë sprovën me pasuri dhe me mirësi, atëherë janë vërtet të begatuar dhe të bekuar nga Allahu i lartësuar. Ma mund të jenë të sprovuar. Po çfarë si ka, ç'lidhje ke ti me njerëzit? Shikon për njerëzve të cilët nuk janë rahat me veten e tyre. Ri rahat më njeri. Jetoj qetë. Kënaqu me atë që të ka dhënë Zoti. Mos u merr me njerëzit. Po jo, po si ka mundsi ky Allah u bë ky thot. U bë ky thot. Unë kam një jetë thot që punoj, kurse ky thot u bë ky brenda ditës. Po tani, çfarë ka ky se ti nuk je rahat? Çfarë ka ai? Dhe çfarë ka ai personi i cili Allahu na sore ka përzgjedhur në një moment e përzgjedh atë Zotit dhe begaton. Do të vijë radhat e ti më njëri. Prit radhën, puno, falendero Allahun, bëj detyrat e shtëpisë, në fund fare kënaqu me atë që të ka dhënë Zoti i lartësuar. Prandaj shikoni formulë hyjnore.
Allahu lartësuar ja thot këtë formulë kujt? Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. I thot la tamudanna aynaka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Thot mos ai vështrimin tënd tek ata që Allahu i ka përzgjedh dhe u ka dhënë shumë prej stolive të kësaj dunjaje, lineftinahum fi, për të sprovuar me atë që ju ka dhënë. Për të sprovuar me atë që ka dhënë. Dhe këtu rahatohesh. Dhe vjen pejgamberi sa më shtjellon akoma më shumë dhe thot mos shiko tek ata që ta kanë kaluar. Mos shiko tek ata të cilët janë si për teje. Mbi ty për sa i përket pasurisë, për sa i përket mirave materiale. Shiko tek ata që i ke lënë pas. Nëse janë më mira ata që ta kanë kaluar në pasuri dhe në tregti dhe në biznes dhe benefitet e kësaj dunjaje, shiko se ke lënë miliona me ti pas. Ti ke lënë nga pas miliona. Prandaj zbatoje këtë formulë. Tjetër pikë shumë e rëndësishme në lidhje me menaxhimin e mirësive të Allahut të lartësuar, dhe t'i japim hakun Zotit kur themi elhamdulillah, falënderimi takon Allahut të lartësuar, është e lejueshme, madje e pëlqyeshme ti përmendësh mirësitë e Zotit. Dhe kjo është pjesë e falënderimit. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Mirësitë e Allahut përmendi. Çdo thot përmendi në shenjë falënderimi. Pra shprehe që ti je i pasur. Publikoje, shprehe që ti je i pasur, që ndihesh i pasur. Por jo në formë arrogance, jo në formë mendjemadhësie, jo në formë që të trishtosh dhe të ligështosh ata që nuk kanë. Jo, ndaj këtyre njerëzve fshej mirësitë që ka dhënë Zoti. Mi po ama ndiu i pa, të ndihesh në përditshmërinë tënde i plotësuar. Jo një njeri që ankohet në mëngjes dhe në mbrëmje. Kujt i ankohesh? Krijesave për krijuesin? U ankohesh krijesave të Zotit? Për kë i ankohesh? Për krijuesin? Për furnizuesin? Për Allahun që është më i mëshirshëm ndaj teje se sa këto krijesa ndaj karshiteje. Atë nuk është korrekte. Prandaj e gjën besimtari thotë alhamdulillah, falënderim takon Zotit. Allahu më ka begatuar me Islam. Allahu më ka begatuar me familje. Allahu më ka begatuar me një punë, po modeste, me një pagë modeste. Alhamdulillah, halal. Pak, mirë po ma shoqëron Zoti dhe ma zbukuron dhe ma shton me bereqet. Nuk u lip njerëzve. Nuk jam prej atyre nuk bëj dëm, nuk vjedh, nuk bëj padrejsi. Nuk ka njerëz të cilët më kërkojnë nga pas më tërheqin nga xhaketa sepse u kanë bërë një padrejsi në jetën e tyre apo në riskun në pasurinë e tyre apo diçka. Elhamdulillah, falënderimi takon Allahut të lartësuar. Kjo është pasuria e vërtet. Dhe realisht kjo është jeta e vërtetë të nderuar. Prandaj gjithmonë çfarë bën? Përmendi mirësitë e Zotit. Ndihu shpirtërisht, përjetoje gjendje shpirtërore, jeto si i pasur, dhe pse jo përmendi këto mirësi, por pa arrogancë, pa humburur dhe pa vendosur në siklet të tjerët. Gjithashtu, kujdes nga shpërdorimi. Dhe që është menaxhimi, pjesë e menaxhimit të mirësive të Allahut të lartësuar është mos shpërdorimi. Dhe kjo është sëmundja bashkëkohore e Zot na ruaj. Sëmundja nëse sot ne bëjmë një analizë shumë të thukët, shumë të imët në shoqërinë tonë, do të shohim që një prej belave më të mëdha që ne kemi sot, një prej fatkeqësive, Zot na ruaj, dhe na falë Allahu, është shpërdorimi. Është shpërdorimi, që do thotë mbushet tavolina, trapezi plot, për te asaj që kemi nevojë, dhe deri këtu, mbase nuk ka problem. Mirë, problemi është pasi çohemi ngrihemi prej kësaj tavoline, çfarë bëjmë me këtë ushqim? Dhe kjo është pjesa e frikshme. Me këtë ushqim që dikush do paguante çmim shumë të lartë për ta patur. Dhe ndoshta do falenderonte shumë Zotin, do bënte bajram, do ta kishte bajram fest nëse do ta kishte në trapez. Këtu është frika. Dhe këtu është tani vigjilenca, dhe këtu ne duhet marrim mirë masat, dhe këtu secili prej nesh duhet pyesi veten dhe duhet shkojë në shtëpi dhe duhet bërë një ulje, një takim urgjent me bashorten, me fëmijët, dhe themi prit pak, si kemi punë të mirë në Terezi, Pse? Çfarë bëjmë me ushqimin pasi përfundojmë drekën, pasi përfundojmë darkën? E marrim me papërgjeshmëri dhe hedhim në kosh. Dhe ai kuvet e pasaj shkon shpërdorim. Çfarë thot pejgamberi sa? Kulu washrabu wa tasaddaqu walbisu. Thot hani, pini, jepni sadaka, vishuni si të doni. Por kujdes, pa mburrje
dhe pa shpërdorim. Bëj çfarë të duash me pasurinë që ta ka dhënë Zoti. Ha, pi, ushqehu, jep sadaka, vishu si të duash, por kujdes, mos guxo të bësh këto dy gjëra. Mos guxo që të krenohesh dhe të mburresh me arrogancë njerëzve, me mirësi që të ka dhënë Zoti, të krenohesh atyre dhe kujdes nga shpërdorimi. Sepse Allahu Lartësuar ka thënë innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin. Shpërdoruesit janë vëllezër të shejtanit. Pra ka krahasuar me shejtanin e mallkuar. Shpërdorim, çdo të shpërdorim do thotë që ti të marrësh mirësinë, bereqetin e Allahut, qoftë dhe një pikë uji, qoftë dhe një kafshat, dhe ta marrësh dhe me vetdije e merr atë dhe e shpërdoron e hedh. Ndërkohë që dikush, siç edhe thash, paguan një çmim shumë të lartë për atë ushqim. Allahu na falt dhe na përmirësoft. Çfarë bëjmë? E marrim, e ruajmë, e para punës mirë, gatuajmë dhe servirim dhe vendosim atë që e konsumojmë. Por edhe nëse mbetet, elhamdulillah, po nëse kemi miq dhe vendosim më tepër, elhamdulillah, nuk ka problem. Kjo është prej bujarisë. Mirë, po kemi një plan se çfarë do bëjmë me këto ushqim, pasim do të përfundojmë. Ai do shkojë te fukaraj, do shkojë tek nevojtari, do shkojë tek komshia nëse është nevojtar, do shkojë tek njerëzit të cilët nuk kanë dhe nuk shkon në kosh. Dhe nuk shkon në koshin e mbeturinave. Allahu na falt dhe na përmirësoft që të gjithë. Dhe me këtë pasuri dhe me këto mirësi që na ka dhënë Zoti i gjithësisë për ta përfunduar, ne orë të nderuar, bëjmë mirë siç na ka bërë ne Allahu mirë. Bëjmë mirë siç na ka bërë Allahu i Lartësuar mirë. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Parim që ka besimtari. Bëjmë mirë njerëzve siç të ka bërë ti mirë Allahu. Inna anzalna al-mal li iqami s-salati wa ita'i z-zakati. Unë zbres pasurinë të Allahut që të falet namazet dhe të jepet zakati. Prandaj furnizoj, prandaj ushqej, që të keni takat, të keni fuqi të faleni. Pse shkujtoni ju? Pse ju ushqen Allahu? Për ky është kuptimi, po themi çik troç. Pse të ushqen Zoti? Pse na ushqen Allahu? Pse na shëron Zoti? Pse na furnizon Allahu i Lartësuar? Që të vi koha namazit, falesh namazin. Që të vi koha zakatit, japësh zakatin. Po, patjetër, pastaj kalon dhe pjesa tjetër që është të jetojmë jetën në të gjitha format e saj. Por ka prioritet dhe ka përparësi. Dhe e fundit që sjellim në këtë paketë orientimesh dhe udhëzimesh se si të menaxhojmë mirësitë e Allahut të Lartësuar është, dhe në fund fare ori nderuar, or vllai i shtrenjtë, e gjitha është dunja. Edhe nëse nuk vjen, është dunja. Që pejgamberi alayhis salam ka thënë, nëse do të kishte dunjaja vlerë tek Allahu i Lartësuar sa krahu mushkonjës, Allahu i Lartësuar do ta lindte pa besimtarin pa pikën e ujit. Pa një pikë uji. Pse se nuk do ta meritonte? Nuk e meriton. Dhe Zoti gjërat e shtrenjta i jep vetëm atij që i meriton. Por kjo dunja e gjitha që nga fillimi deri në fund s'ka vlerë tek Zoti i gjithësisë, asaj një krah mushkonje sepse është e përkohshme, është kalimtare dhe është një vend testi. Pasi përfundojnë ato fletët e testit, çfarë bëjnë? Ban, arkivojnë dhe vendosen, jo, merren, grisen, hidhen. Mbetet vetëm nota. Po me fletë çfarë bëjmë? I grisim, i hedhim. Kjo është dunjaja, merret, griset, hidhet, përfundon e gjithë dunjaja me gjithë çfarë ka, çfarë mbetet nota në regjistër. Dhe ne gjithçka do të përfundojë. Edhe i pasuri do shkojë tek Zoti, edhe i varfri do shkojë tek Zoti, edhe ai që ka patur shumë, edhe ai që ka patur kalimtare, mashtruese, garë, loje ka përmendur Zoti i gjithësisë. Prandaj ta çmojmë për sa kemi, ta vlerësojmë, të falenderojmë Zotin, ta shfrytëzojmë në mënyrë më të mirë, të mos na mashtrojë, ta përdorim për hajër dhe në fund fare, po nëse nuk vjen, po nëse e ka caktuar Zoti do jetoj i varfër që nga fillimi i erës deri në fund të rrugëtimit. Elhamdulillah, falënderimi i takon Allahut të Lartësuar. Kështu kanë jetuar gjyshit tanë, dhe stërgjyshit tanë me pak. Dhe kjo nuk është thirrje që ne tulim kokën dhe të kënaqemi me kaq sa kemi. Përkundrazi, se Islami i kërkon që besimtari dhe besimtarja të jetë i fortë, të jetë aktiv, të punoj, të jetë i pasur, të shpenzoj, të përballet me sfidat e kësaj jete, bëhu më i pasur i mundësisht. Kjo nuk është tema e sotme, nuk është thirrje që ne të mbyllim dyqanet, të mbyllim bizneset dhe të themi elhamdulillah, kjo është dunja jashtë kalimtare. Jo. Mirpo, të bëjmë maksimumin për të patur maksimumin e kësaj dunjaje, ta mbërthejmë fort të duart tona, mos ta lëmë të depërtojnë në zemër, se ta shkatron zemrën,
dhe pastaj ta shfrytëzojmë në mënyrën më të mirë dhe në fund fare, nëse vjen elhamdulillah, nëse nuk vjen, përsëri elhamdulillah, se nuk është gjë tjetër. Dunja e ulët. Dunja është diçka që është e ulët, s'ka vlerë as sa krahu i mushkonjës. As sa krahu i mushkonjës, mirë po merr shumë vlerë nëse mirë menaxhohet, nëse mbillet për ahiretin dhe për botën tjetër. Allah na mbuloft me mirësitë e tij të kësaj bote dhe të botës tjetër. Dhe na dhënë Zoti i gjithësisë zemra dhe mendje, e mençuri dhe maturi dhe urtësi ta menaxhojmë këtë dunja që është shumë delikate dhe sprov shumë e madhe, ta menaxhojmë në mënyrën më të mirë. Allahu na begatoft dhe na pasuroft me të gjitha mirësitë e tij dhe na dhënë Zoti i lartësuar mundësinë që ne ta shfrytëzojmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha al-azim li wa lakum.